Universiteti Ismail Qemali i Vlorës në bashkëpunim me Akademinë e Forcave të Armatosura ka hapur këtë vit akademik programin e ri master profesional në inxhinieri armatimi i parë i këtij lloji në Shqipëri. Ministri i Arsimit Mirela Kuvaro dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu shprehën entuziazmin për nisjen e këtij programi dhe rëndësinë e tij strategjike për vendin. Profilizimin e domosdoshëm të universiteteve. Nëse Universiteti i Vlorës ekziston dhe punon që të vazhdoj të jetë jo thjesht të mbjetoj, po të jetë atraktiv, të jetë i suksesshëm, na duhet patjetër të rishpikim vetveten, në kuptimin që të gjejmë forma të reja për të tërhequr student, jo thjesht ata që mbaruan, po student të 2030-s, si një target i rëndësishëm që i kemi vënë vetes në integrimin europian, ku universiteti dhe arsimi i lartë kanë një gur shumë të rëndësishëm. Dhe ky master i ri është pikërisht një provë se si ne mund të rishpikim vetveten në kuptimin më të mirë, duke kombinuar ekselencat tona. Pa diskutim në fushën e arsimit lartë të forcave të armatosura, kemi modelet e ekselencës. Në mënyrën se si politika e re e Ministrisë Mbrojtjes dhe e Qeverisë Shqiptare në fushën e mbrojtjes për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes është një revolucion që ka nisur sot dhe do të vazhdoj. Uroj dhe jam e bindur që do të bëhet atraktive që nga bachelor të fushave dhe të sektorëve të tjerë të studimeve të larta, po i quaj civile, të vijojnë këtë rrugë. Janë të tilla forma që jo thjesht krijojnë programe të reja mësimore, po janë të tilla forma të cilat bëjnë dhe kombinime dhe na japin mundësinë që të tilla kombinime Universiteti i Vlorës t'i bëjë dhe me dek të tjera, është një bashkëtesë e re në qytet, në një territor i cili ofron praktikisht kombinimin më të mirë midis shkollës, turizmit, ekonomisë, bujqësisë dhe arsimit ushtarak. 16 studentët e parë do të ndjekin një rrugëtim akademik që kërkon dije, disiplinë dhe përkushtim duke kontribuar në zhvillimin e teknologjisë ushtarake dhe forcimin e sigurisë kombëtare. Ky program shënon gjithashtu një shembull të rëndësishëm të bashkëpunimit mes arsimit të lartë dhe institucioneve të mbrojtjes.